Udhëheqësit e NATO-s mbështetën planin e SBA-s për rritjen e madhe të shpenzimeve për mbrojtjen që kishte kërkuar Donald Trump dhe riafirmuan angazhimin e tyre për të mbrojtur njëri tjetrin nga sulmet. Ndërsa Trump mori atë që donte në samitin e shkurtër të Hagës, të krijuar posaçërisht për të, aleatët e tij të NATO-s do të ndihen të lehtësuar që u zotuar për parimin themelor të mbrojtjes kolektive pas një gjuhë më pak të qartë të martën. Në një deklaratë me 5 pika, NATO miraton një objekt më të lartë të shpenzimeve për mbrojtje prej 5% të produktit të brendshëm bruto deri në vitin 2035, një përgjigje jo vetëm ndaj Trump, por edhe ndaj frikës europianëve se Rusia përbën një kërcënim në rritje për sigurinë e tyre pas pushtimit të Ukrainës. Së bashku aleatët kanë hedhur themelet për një NATO më të fortë, më të drejtë dhe më vdekjeprurse. Udhëheqësit e NATO-s ranë dakord për planin e investimeve në mbrojtje të Hagës. Dhe kjo do të nxjisë një hap të madh në mbrojtjen tonë kolektive. Ata ranë dakord të nxjisin industritë tona të mbrojtjes, të cilat jo vetëm që do të rrisin sigurinë tonë, por do të krijojnë edhe vende pune. Me këtë plan, aleatët kanë rënë dakord të investojnë 5% të PBB-s në mbrojtje. Ky është një angazhim i rëndësishëm në përgjigje të kërcënimeve të rëndësishme për sigurinë tonë. Në konkluzionet e NATO-s, theksohet se ne reafirmojmë angazhimin tonë të palëkundër për mbrojtjen kolektive, siç përcaktohet në Nenin 5 të Traktatit të Washingtonit, si një sulm ndaj njëri tjetrit është një sulm të gjithëve. I pyetur për të sqaruar qëndrimin e tij mbi Nenin 5, Trump tha se mbështet të vendim. Kjo është arsyeja pse jam këtu, tha Trump. Nëse nuk do ta mbështesja, nuk do të isha këtu. Trump kishte kërkuar prej kohësh, pas një dyshim, që vendet e tjera të rrisin shpenzimet e tyre për mbrojtjen për të zvogëluar varësinë e madhe të NATO-s nga SBA.